po të kallëzoj. Se për një video e cila flet se a bën me shku te ginekologu mashkull, interesante në Facebook kam pas 25.000 shikime, mirë po në TikTok 65.000 e ma shumë, në Instagram e tjera me qindra mija shikime, por një gjë interesante në Facebook e pash. Në TikTok s'kan dhënë asnjë koment. S'di pse po ndodh kjo, me siguri kanë fillu me pa veten ku janë, tiktokerat, njerëzit e TikTokut që shikojnë e frekventojnë, ndërka që në Facebook prej 25.000 shikimeve, merreni me mend, mrenda një dite, 450 komente. Dhe prej atyve komenteve ka pas mase 98% këtë komente negative, fjalë të ndyta, fjalë poshtruese, denigruese, katastrof. Kur I shikoj ata persona që flasin e I qojnë ato ikonat e dyta të fliqta, kur I shikoj mrenda çfarë profili kanë, zh klas. Bërllog prej njerëzve. Prandaj vendosa mos mu nervozu, por deshta m'ju tregu diçka, si për videon a bën me shku te ginekologu mashkull, si për punën e martesave, çdo gjë që ja shtjelloj unë, o njerëz, mos e merrni ju mbi veten e juj. Unë nuk po ja thom juve, pse po nervozoheni? Kukunona jem. Por unë, e jem ja është, unë ja predikoj, ja thom se jam e sigurt që është haram, është ndaluar rrepsisht, spaku sipas jurisprudencës islame të ehli bejtit, sepse dikush po thot aty, po çka unë e kum pa gratë mblume me shami kanë shku te ginekologu mashkull. Mos merrni shembull prej muslimanëve, por e keni burimin, e keni sheriatin, e keni ju bare që jeni musliman, se këta tjerët që po kritikojnë kur pesho që s'kan lidhje me islamin, atymve s'po I dhnohëm. Po ju që jeni pak që bohenit besimtare, bohenit devotshëm me ato videot e juja, po shas zotin najher, po bi në hutije dhe s'pju kuptoj. Mos u bazoni more njerëz, të njerëzit, të gratë me shamia, të burrat me namaz, ata s'janë perfekt, janë të gabushëm, normal, por një send kuptojeni, unë Ikbalja, kur s'komunal, për me fol fjallën e Zotit, aq sa di. Por mbajeni në mend edhe këta, që kur unë askujve nuk ja imponoj. Deri tash I kum fshi komentet negative, por kur e kom pa çfarë bërllogin gjinden mas atij komenti, atëre kom kuptu që ata kanë problem me veten, jo me mu, edhe po ja la për komentet negative, për me pa se kush është. Çfarë personi që s'ja vlen me pas shok dhe bëjeni me njëherë blok. Unë po I bëj blok, po komentin po ja la. Edhe diçka pata me thonë, o Allah, shkojnë në për inbox, në për privat, edhe shkrujnë fjalë. Ti po më pëlqen, unë për ty kisha bo këtë, unë për ty këta kisha bone ti këta, fjalë të ndyta, jam që ka që madhë, jam ashtu, jam kështu. Pasha zotin, kom ja qitë edhe që ato komentet, me emër, me mbi emër, kom ja qitë në TikTok haptas. Po cilin bret more e ti, cilin njeri e ti që donë me grabit gra e vajza në TikTok, në për mesaje, në për Facebook, në për inboxa e tjera. Vetja I do këtë mbret se ka diçka, kupton, ka diçka në thojza, kur gjaski. Ti vetëm jeni bërlok, falë që po thom, po mos shkruni në mesaje, në inbox, se veç pe tërproni veten, una po ja lexoj edhe veç pja boj blok,
Apo kupton, meq nuk I lexoj kur komplet mesazhet. Jo, s'kam kohën me hub. Po, që ti pak aty këtu, fillim fjales edhe shoh që lëvdohet si kur me kanë mbret. Unë jam që ky. Unë jam kaq I madh, kaq I vogël. Unë jam kështu, unë jam ashtu. Nuk e tregon as statusin e vet. A është I martum, a çka është, a çka po kërkon në njeri. Si kur mu kon mbret, kur ta pikat, tak, edhe ti mu më pëlqen, edhe pik. Katastrofë. O Zot, jepi mend këtij populli. Mos harroni, bëni follow, bëni like.